Cili ka qenë reagimi i bizneseve vendore në lidhje me këtë zhvillim? Kryesisht janë dy elemente. Para normalisht shqetësimi për shkak se gjitha këto biznese të cilat kanë partner të ndryshëm të vetë nëpër Evropë i kanë do kontrata dhe do të me dërgu mallnat e tyre, produktet që prodhohen në Kosovë për eksport, do të me dërgu në afatin e caktuar të kohër që kanë përcaktuar kontratë. Dhe ta shqetësimi gjithmonë mbetet që me qenë se kjo protesta është paralajmëruar fillimisht për 7 ditë, po shpresojmë që mos zgjasë më shumë. Kjo normalisht pastaj krijon atë shqetësimin tek biznesi se a mundet me mbërrin në kohë atje, a mos po vendos biznesi partner në këtë rast që ta ndërpres kontratën se thotë ti si ke qëndruar mrapa kësaj kontrate, pavarësisht që faji nuk është i biznesit, po është i dikujt tjetër, po atij nuk i intereson, ai e kërkon mallin me armë me kohë, se ka atë galen se pse ne kapemi kështu për këto gjëra me Evropën. Domthonë kjo është një hapë faktorë, po është tjetër mungesa pastaj sepse ka shumë biznese që për shembull e bojnë lëndën e parë duhet me marrë nga importi dhe në mungesën e lëndës parë ata nuk më bë prodhimin e produkteve ndryshme që duhet në Kosovë se jo gjithçka e dim gjithë se tregu i Kosovës është i vogël dhe madje edhe i rajonit në përgjithësi është i pamjaftueshëm për mi plotësuar të gjitha kërkesat që i ka dhe biznese në Kosovë. Prandaj është problemi dyanshëm për ata ne kemi marrë me urgjencë duke kërkuar prej gjitha institucioneve që të ndërmarrin veprime të shpejta për ta zgjidhur këtë situatë të kalohet sa më shpejt kjo çështje në mënyrë që mos vazhdoj tutje sepse sa po pson ekonomia dyfish më shumë fatkeqësisht pastaj po pson edhe vetë konsumatorin gjithë ne. Po e përmendët në fillim e përmendët që ju ditë më parë keni njoftuar bizneset për vendimin e BE-s dhe në lidhje me atë se çka pritet të ndodhë. Kanë reaguar me kohë bizneset përfshirë të gjitha bizneset që janë lajmëruar apo mund të themi që ka pasur edhe neglizhencë nga bizneset vendore? Në fakt, ne kemi marrë informacionet nga shoqata tona partnere në rajon që bizneset e këtij sektori, në këtë rast po flasim për transportues, do të bllokojnë pikat kufitare në shenjë proteste ndaj BE-s. Dhe ne duke ditë që thuajse të gjitha bizneset në Kosovë që merren me import ose eksport e kanë kryesisht kontratat me këto biznese të këtij sektori të transportuesve të rajonit kanë kontrata për temi transportim ose eksport ose import të produkteve. E dim që ata do të ndikoshë më njëherë dhe prandaj më njëherë ne i njoftuam gjitha bizneset që ndërmarrin veprime me ato mundësi që i kanë në mënyrë që të mos dëmtohen sa më shumë dhe disa biznese vetë se qysh të premten më njëherë mas dite i kanë marrë masa duke njoftuar qoftë kompanitë importuese ose kompanitë ku kanë pas me bëj eksportin që për shkak kësaj situate mund të vënohet themi ardhja e produktit atje. Më janë marrë masat e para, po ajo çka neve na duhet me pa është masa ose veprime, reagimet këtë edhe nga institucionet si ato vendore, pa ato që janë ndërkombëtare, sidomos të BE-s në Kosovë, në mënyrë që sa më shpejt që kjo çështje të zgjidhet dhe të mos ketë më shumë dëme. Cilat mund të jenë pasurat në bazë të punës suaj në terren dhe bashkëpunimit direkt me bizneset? A mund të themi se të specifikojnë faktikisht pasojat që mund të sjellë kjo situatë në rast se vazhdojnë, sepse thamë që është paralajmëruar që do të jetë protestë 7 ditore, por në rast se nuk ka ndonjë ndryshim, mbetet e hapur mundësia që të vazhdojë kjo protestë. Prandaj sa më shumë që vazhdohet, aq më të dëmtueshëm do të jemi ne si Kosovë, për shkak edhe fuqisë tonë financiare ekonomike që kemi edhe këtyre goditjeve që kanë ardhur vazhdimisht, siç e përmendi i nderuari më herët, domthonë rasti me Ukrainën, rastet e tjera, sepse pavarësisht që neve na duket shumë larg Ukraina, po ne derisa jemi të varur jashtëzakonisht shumë nga importi dhe importet vijnë nga gjitha vendet e ndryshme të botës, andaj ti gjithmonë varesh për themi bazohesh pastaj edhe përjeton krizën që bartet nga atje këtu ose në format e tjera. Dhe normalisht është ajo që përmenda çështja e partneritetit e para, po edhe rreziku që të rriten çmimet sepse mungon produkti dhe në momente që mungon produkti atëherë automatikisht themi rriten çmimet se kërkesa rritet për atë produkt. Ne kemi pasur besoj e mani men rastet në kohën e pandemisë, bllokada që ishte ku ishte një shqetësim i madh njerëzve ti kujteshin shpesh disa filma të vjetër që i kemi kthyer shpesh çfarë presioni i madh ishte në markete duke marrë gjëra të ndryshme nga Afrika e Madhe. Domthonë pse prandaj ne kemi kërkuar sot më marrë veprime të shpejta, por që mos themi urojt mos ndodha ajo, po mos kemi përsëritje të tilla sepse janë zakonisht të rënda me pa lere më me përjetu themi për ata që i kanë përjetuar.